A ki marrë pjesë në varrim me njerës? Po, për familjarë që normale është. Po ty sa ki marrë Po, ka marrë pjesë. Është normale me marrë pjesë për familjarë. A ki taku Naimin aty, a ki bisedu nëse ki taku? Po, e kom takuar Naimin, kom takuar Gjithë për familjarë dhe aty e kom takuar, vazhdo të ringë, dhe aty e kom takuar edhe Naimin. Gjithë familjarët e Naimit, të gjithë kemi qenë bashkë. Gjithë familjarët e Naimit. Ka si më të tregua, keni ju raporte miqësore diçka me familjet ndjerës? Raportet miqësore me familjen... Çfarë keni raport, se di se jeni me familjen Ademaj, që 60 vite me qasi me ta. Ka 60 vite që jemi Me qasi me ta. me qasi me familjen Ademaj. Po. Dhe raportet e mira kemi pas me ta si çdo herë. Në ardhë jena shku. Çdo herë kemi pas raporte të mira me Por ta. diçka të keqe mes vetes kena pasur. Ka në ardhë kemi shku kur diçka të keqe mes veti nuk kemi pasur. Po. Por sot nuk po shoh Leonardin këtu. Vetëm pak nuk kemi pasur. Sot nuk po e shoh Leonardin këtu. Që mi thonë bashkëshortën tonë që shka komune. Këtu Po më lidh me qasi. ta pyes se bashkëshortën e ti çka e kom unë. Po. Ka ki? E kam të zajk. Pasi atë unë e kam të zaj. Fal me e u martua sot është prind. Është Po jo, po do të jam tregu këty nëse dika tjetra keni aty. Dhe fal meje, ai tash është prind. Avokat, vetëm pak. Avokat, lutrim, a ki vrejtje, a ki pyetje, hajdur në? Vrejtje në? Avokat, do daj mikrofonin se nuk i përkra. Po ju ndëgjoj? Kam vrejtje sepse nuk i takën të akuzunit me marrë në pyetje dëmtunin. Avokat. Dhe më thënë, këta e ka pas kohën kur ka mujtë me marrë në pyetje. Kushtrim. Unë s'jam Mos ju përgjigj. Edhe mu nuk më përgjit ashtë. Falim. Ti mu nëshë më drejtu. Nuk i takon të akuzuarit të marrë në pyetje të dëmtuarin. Avokat, nuk ishte pyetje, po veç dashti me tregu një raport Me miqësor. tregu lidhjen në qësuar me ta. Kur gjatë tjetër, s'dashta absolut pyetje. Nuk është kjo vrejtje, është... Avokat, apo ulesh? Qfar Avokat, apo ulesh për... drejtë ka mi tregua vjen në seanca, Avokat, apo ulesh... situatë familjare. Avokat, dhe ze mikrofonin. Nuk është... Dhe ze mikrofonin. Vrejtje gjyqtar. Avokat nuk ka nevoj për një raport familjar. Dhe ze mikrofonin, avokat. Për një... Po. A keni shumë pyetje, avokat? Jo, nuk kem shumë pyetje, faktikisht e bota një pyetje këtë normale, edhe pse është e ditur botërisht. Të keni raporte miqësore me dikon nuk është... Dashta me bo lidhjen. Në regull As jemi. pyetje provokative. Jo, absolut. Unë e prita si po reagon kolega në një pyetje të mahershme. Po aty Në regull jemi, avokat, apo a keni pyetje... Po. Jo, ti më pyetje kë ka Avokat, ju kisha lut... Mi pshajt vesht. Nuk po du me... Po Nuk lejoj, avokat. Aren qërimit të hesapeve nuk është do. Vazhdoni me pyetjen. Tha e ka lirë dojtë të zekën teme, pa ki halë të partumit të ta. Unë hallën time kam që ai ka 2 gra. Hajdari, baba i Leonardit. Të martuar tek familja Ademaj. Po. Thot, halla ime është gruaja e dytë e... Në fakt gruaja e parë është. është gruaja e parë. Ule zoni. është gruaja, veç pak kushtrim. Nëse ki nevoj për pushim të shkurt me qetësu vetën, keni të drejta kërkoni këtë. Jo, në vazhdo. Atër, po halla ime është gruaja e parë e Hajdarit. Hajdari është... Baba i Leonardit. Po. Që i ka 2 gra. Babaj i Leonardit, i cili ka 2 gra, në rregull. Kushtrim. Pejme dhe herë mëra pa pak. Të vej pyqe që ki deklaru në polisi. Atë ka ofru në imi në dhe njëherë të holla për vrasjen e Liridonës.
poshtë ma tropët të shkoj. Atë kujtohet, atë ka afrua jo. Është një pyetje, një përgjigje e ki dhënë to, po të peshur. Unë nuk kisha besuar se ne Pyetja është konkrete. Atë ka Atë ka ofru apo jo Naimi pare për vrasjen e Liridonës? për na e njohin Naimin si njëri I herë të rego. I akuzuar i kushtrim. Përgjigjen Jepe shpjegimin mas atër. është pyetje konkrete, përgjigja duhet të jetë konkrete. Të ka ofruar apo jo Naimi pare për vrasjen e Liridonës? Dhe tim të ka boj i përgjigj këtu, për ata për të peshun. Po nuk më kujtohet mu që më ka bërë një farë ofertë diçka për vrasje e gruas e tjerë. Nuk Ban t'ja përkujtojmë atër... se bën, se nuk më Nuk kujtohet. më kujtohet që Naimi më ka bërë ndonjë ofertë për vrasjen e gruas së tij. Mund t'ja përkujtojmë pak në gjashme. Me lejen e gjykatës, avokati Ndres Dodaj i rikujton të mbrojturit të tij deklarimin e dhënë në polici me datë 01/12/23 në faqen Faqja e fundit, 4 pasuesi para fundit. 4 pasuesi para fundit, ku ka deklaruar. Që po të pyjtë, të legjej pyjtjen dhe kështë Ku është pyetur apo? Po, a ju ka ofruar ndë një shumë para Naimi dhe a keni pranuar para lidhur me këtë Atë rast? ka ofruar ndonjë shumë të parave Naimi dhe lidhur, po? Dhe a keni pranuar para lidhur me këtë rast? Fjala për vrasje, Lidhur me se këtë s'u ka rast, ofru. po? Kjo është e Ju përgjigj. jeni përgjigjur? Para me ka ofruar për këtë rast, por unë nuk kam pranuar asnjëherë as para dhe as para as pas rastit. Mirë, ju jeni përgjigjur. Para më ka ofruar për këtë rast, por unë Nuk kam pranuar. nuk kam pranuar, Kujtohet kjo, Po, më kujtohet. nuk kam pranuar avokat as para as mas rast. as para, as mas pas rast. rastit. Është kjo e vërtet, shka të deklarohet, shka po shëtën proces verbal apo jo? Unë në fakt kom deklaruar me gjatë. Po të pyeta, është e vërtet kjo që e ke deklaruar? Po. Po, kjo është e vërtet. Shka ma gjatë ki deklarohet, kujtohet nësë si ka Po, kjo është e vërtet, por dua të shtoj se unë kam deklaruar ma gjatë Unë e kam deklaruar me gjatë në polici. në polici, Ju kam treguar, po ata nuk i kanë futur në proces verbal. u kam I treguar, kam treguar për problemet e tyre. por ata nuk Që e kanë s'di sa herë që kam futur ndajtër me në ta, proces verbal. mi ka paraqit problemet, mesazhe, se më ka ardhur gruaja në hall. Në këtë pjesë, Jetë personale të kujtë. nëse veç ka me pas ndërhyrje në jetën personalet, Naimit edhe të Liridonës, ne Po për ata ka të me tash gjymë të edhe këto ove, në atë pjesë Ti pyetje tjera? e përfundohet, valbjerit. mirë.